Në masa të rrepta sigurie të shoqëruar nga njësia speciale operative e policisë, erdhën në gjykatën themelore të Ferizajt. 6 të arrestuarit dolën në gjykatore pasi dyshohet se morën pjesë në planifikimin dhe kryerjen e vrasjes së rështerit policor Muhamet Lika. Seanca u mbajt me dyert të mbyllura. Pasi përfundoi seanca dëgjimore, Musa Kongjeli, avokati njëri nga të arrestuarit, tha se klienti i tij nuk është i përfshirë fare në rast. Unë si mbrojtës i rilindit, duke bazuar në ato prova që deri tash i kemi, konsiderojmë që klienti im nuk është i përfshirë fare në këtë vepër penale, kështu që prokuroria pretendon se ai ka qenë një ndër anëtarët e grupit. Derisa Femije Gashi Bityqi, avokate Diamant Gashit, deklaroi që në kërkesën për paraburgim nuk paraqiten elemente për lidhshmëri ideologjike fetare. Andaj gjatë gjykimit u kërkova edhe nga prokurori çështjes, i cili përfaqësonte kërkesën këtu, që së me krye prokurorin e Ferizajt, zotin Burim Çerkini, të dalin edhe në të japin sharrime se kjo vrasje askud nuk kam përmend, domethënë në kërkesën për saktimin e paraburgimit se ka lidhmëri ideologjike fetare islamiste, siç po e përdorin domethënë mjetet e informimit, për arsye se është edhe një rrethon tjetër. E pas më shumë se 3 ore gjysmë, të dyshuarit u largua nga objekti i gjykatës. Të pandehurit me duart të lidhura u futën në veturat e policisë së Kosovës. Ndërkaq për sigurimin e zonës u pa njësi të shumta speciale me armë të gjata. Derisa po largoheshin, gjykata themelore në Ferizajt doli me njoftim që ka aprovuar kërkesën e prokurisë themelore për caktimin e masës së paraburgimit prej një muaji kundër të pandehurve H.B, R.M, V.Q, E.L, Sh.K dhe D.G, për shkak të dyshimit të bazuar se kanë kryer veprën penale në bashkëkryerje, vrasja e rënd. Gjykata thot se pas mbajtjes së seancës dëgjimore dhe analizimit të shkresave të lëndës, gjyqtarja e procedurës paraprake ka vlerësuar se ekziston dyshim i bazuar se më 1 prill rreth orës 23 në hyrje të një ndërtesit të pandehurit duke vepruar në bashkëkryerje me dashje dhe përgatitje paraprake kanë privuar nga jeta tani të ndjelin zyrtarin e policisë rreshterin Muhamet Lika.